Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Shkëndija. Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë të veçantë me Neoren Lumshin, i cili është një sipërmarrës që ka një background shumë të gjerë në botën e biznesit dhe ka pas një sër biznesesh përgjatë viteve në Shqipëri, ku aktualisht vjen me iniciativën e tij më të re që është Neos SHPK. Shumë faleminderit Neoren që pranove ftesën për ditën e sotme. Faleminderit juve për ftesën. Si që bëra parantezë pak më përpara, ti je një person je një sipërmarrës i cili ke pasur një sër biznesesh në Shqipëri. Unë dua të di se ku e morë ti Shkëndijën për herë të parë që të nisje këtë rrugtim në botën e biznesit. Gjatë fillimeve, gjatë vitit 2018, filluan të lindin disa ide, kryesisht në çfarë mungon pjesë sektorit industrial në Shqipëri. Të nisëm me dyqanin tonë të parë në korrik të 2018-s, aksesorët për pjesë dhe makineri industriale të precisionit lartë, i cili nuk pati një ergjatësi të madhe. Më pas, duke avancuar dhe duke menduar se çfarë do bëjmë tjetër, normalisht mundësit janë shumëta. Erdhi ideja e Xoen. Xoen lindi në 2019 në korrik, edhe pas trajnimeve të ideas, e cila ka filluar në shkurt të 2019-s dhe zgjati deri në korrik të 2019-s, ishte fokusuar si biznes në prodhimin e pjesëve të precizionit lartë, për bujqësi edhe për sektorët e tjerë. Aktualisht Xoen është shitur, është një biznes i cili është aktiv dhe vazhdon të eci me ritme të shpejta. Gjatë kësaj periudhe që Xoen vazhdonte, kemi pas disa iniciativa tjera, siç ka qenë dyqanet online e Maki.al, e cila nuk është aktive më. Në korrik të 2025-s kemi filluar biznesin tonë më të ri, i cili është Neos SHPK. Merret me prodhimin dhe montimin e kangjeve të aluminit, të hekurit edhe të inoksit, kryesisht në zonën Durrës-Tiranë, por edhe eksport. Nga thëna në të bërë, qëndroni lumi tërë. Cila ishte ai hapi konkret që e bëre të mundur që nga një ide ta ktheje një biznes të mirëfillt? Në qoftë se ne do marrim parasysh pjesën e ides, nuk besoj se ka një njeri të gjallë pa ide, por diferenca qëndron që ne hidhemi në lum, edhe mbytemi ndonjëherë, kështu që vazhdojmë, do të mësosh notosh ose do japësh fund. E njëjta gjë ndodh në biznes. Domethënë është pjell krijohet dhe më pas kalon në faza të mëtejshme dhe ne vendosim që do e lëshojmë apo jo si biznes. Gjithmonë është action. Duam të veprojmë apo jo. Në çdo moment, çdo ditë në biznes, në rast se duam të vazhdojmë, ne zgjohemi dhe shkojmë, punojmë, kemi energjinë e dedikuar për atë qëllim. Atëherë, siç e përmende dhe siç e ceke vetë gjatë bisedës, ishte dhe kjo pjesa që ti ke pasur disa bizneset të cilat pasi i ke ideuar, pasi i ke zhvilluar, janë dhënë për shitje ose për aksione. Në momentin që ka ndodhur kjo, si është, domethënë, të rrisësh një fëmijë, le të themi, dhe pastaj ta japësh? Ka momente që je detyruar, në thonjë, të marrësh vendime të tilla edhe të hecesh përpara, por jo çdo biznes mund të heci. Si në rastin tim me dyqanin e parë, cila ishte mungesë fondesh, edhe mungesë kohe keqe, le të themi, bad timing, sepse në atë moment në Shqipëri nuk ishte kërkesë. Ndërsa sot kërkesa është rritur pothuajse 6 herë më shumë. Dhe aktualisht 2 dyqane që operojnë të vetmet në Shqipëri janë duke korrur sukses. Pra thjesht ishte një hap para kohe për ta mbajtur në treg. Ndërsa për sa i përket bizneseve të prodhimit ose dhe online-in, online është një nga bizneset më të bukura që ekziston, sepse funditës është tregti, i adresohet, nëse dyqanet aktuale i adresohen një komuniteti, online i adresohesh gjithë Shqipërisë edhe më tej. E Maki.al nuk është më aktive, për arsye sepse të 3 aksionerët që kemi qenë aty kanë bizneset individuale, ka qenë aktiv 9 muaj në pjesën e online-it. Të krijosh edhe të lëshosh është njësoj siç ndodh me fëmijët në çdo familje, që ti investon edhe më pas 18 vjeç apo 25 vjeç nuk ka rëndësi, do dalin nga shtëpia për arsye që të heci më vete.
Për sa i përket Neos SHBK, është po në fushën metal punuese, nuk është që kemi ndryshuar sektor, le të themi që në momenti fillimit deri sot shumë, por krijimi dhe e veçanta qëndron te pjesa e prerjeve të aluminit në format personalizuara. Pjesa e dekorëve që ne ofrojmë, kryesisht pranë detit, janë në pjesë që nuk ndryshken, edhe kjo është një avantazh që kemi në treg. Në iniciativat të tua të shumta që ke pas lidhur me botën e biznesit, normalisht që është kjo pjesa dypalçe që ti duhet bindesh edhe veten për këtë iniciativë që ti do të marrësh, por gjithashtu dhe personat të cilat ti ja u prezanton si ide ose dëshiron të bashkëpunosh. Në rastin tënd, cila prej tyre ka qenë më e vështirë, të bindesh veten apo të bindesh të tjerët për këto biznese? Në rastin e Neos ka qenë më vështirë të bind veten, domethënë unë kam pas më shumë shtytje nga të tjerët për ta nisur sesa personale, duke qenë se i asistoja gjithmonë njerëzit si në ideim, por edhe në krijim produkti, edhe ka qenë gjithë pjesa e shoqërisë time që më thoshte pse nuk e vazhdon tashmë ta monetizosh këtë pjesë, sepse fillon të merrte diku 20 orë në javë kjo pjesa e asistencës, por që unë e bëja me gjithë qef, dhe më pas erdhi momenti që thash shif se duhet me fillu me e kthy me monetizu përderisa nga 20 orë të e kaloshi në 80 apo 100 orë në javë, edhe me ja ofru komplet, domethënë jo vetëm pjesën industriale të bizneseve, por edhe klient shtëpiak. Të jemi sinqert, nuk është që ka ritmin e duhur ose të parashikimeve, por që normalisht çdo biznes do kohën e vet. Ne jemi akoma në vitin e parë, kështu që unë i kam pritshmëritë e larta. Normalisht kërkojmë pjesën e eksportit, pjesa më e madhe e arkitektëve është që kërkon inovacionin, siç në rastin e Shqipërisë në pjesën e ndërtimit gjatë 5 viteve të fundit që për mendimin tim po ndodhin çuditëra, e njëjta gjë adoptohemi edhe ne si kompani prodhuese. Duke qenë se ti ke pas një sër biznesesh, besoj që edhe rruga drejt ndërtimit të tyre nuk ka qenë lineare. Gjithmonë ti përballesh me vështirësi të cilat të kalisin një farë mënyre, po unë doja të di nëse mund të ndash edhe ti me ne një histori që ka te kaluar pritshmëritë për mënyrën se si ti e ke menaxhuar. Normalisht të krijosh që në moshë të re dhe pa eksperiencë goditesh. Vitin e kaluar ne kemi bërë një projekt në Bologna, në Itali, e cila në anë e eksperiencës time personale mungonte për ta realizuar në sasi edhe në pritshmëri që kishin arkitektët atje, por duke bashkëpunuar edhe me kompani të tjera shqiptare, realizuam dhe përfunduam projektin. 92% le të themi me sukses. Optimizimin edhe pjesën e defekteve, që normalisht ka si çdo kompani e re, munduar ta zgjidhim si me suport nga ana teknike, por edhe me suport fizikisht në rast se do duheshe, gjë që nuk ju desh pjesëve të montimit. Në momentin që ju hasni vështirësi në biznes, kush është personi i parë që ju adresoni për ta lehtësuar këtë vështirësi apo për ta zgjidhur një problem që ju hasni? Normalisht përveç familjarëve të mi që e din në çdo moment se kur kam vështirësi në biznes, ndërsa që i bie është konsulenti im, që i bie telefonin në çdo moment, qoftë edhe 2 natës, edhe që vetëm dikush që merret me biznes çdo ditë edhe e kupton realisht fazat se si duhet ka vërcyer çdo vështirësi, qoftë në ana ligjore, qoftë në ana ekonomike, në ana teknike normalisht thot jepi drejtim se di ta bësh. Në momentin e parë që ti hyre në biznes, pasi kishe konceptuar idenë, çfarë ishte diçka ndryshe që ti e kishe menduar më përpara, por në momentin që u fut te këmbët, të doli komplet ndryshe? Realisht ka qenë në dyqanin e parë, po pjesa e menaxhimit që kisha cash flow, por nuk më mjaftonin parat në fund muajit, dhe pasi mora një tabel financiare nga projekti Idea, kam hedhë gjitha dhënat e biznesit aty brenda, edhe unë nuk isha financat mjaftueshme për të vazhduar më tej pjesën e dyqanit.
Edhe aty kuptova që shif se realisht ne mundim shumë nga ana teknike, jemi profesionistë e gjithë tjerat, por që edhe ana financiare në fund duhet mbyllet mujore dhe vjetore që të arrish ta mbash në këmbë një biznes. Edhe aty kam kuptuar që unë kisha 3 muaj jetë që të vazhdoja në ato lloj ritme. Për sa i përket pritshmërive të mëtejshme që ti ke lidhur me botën e biznesit, ku qëndrojnë ato? Dëshiron të hapësh një biznes të ri? Atëherë, kur njerëzit bëjnë plane, zoti qesh, por që mu më pëlqen të vendos disa objektiva vetes, besoj se neo si do qëndroj gjatë në treg, edhe pjesa e objektivave të mia është që unë të arrit të kem paktën 85% eksport në produktet dhe në shërbimet që ne ofrojmë. Jo më shumë sepse më duhet një pjesë e tregut vendas për me bë eksperimente dhe me testu produkte të reja, por pjesa e eksportit është që të krijon stabilitet në treg. Një sasi të madhe të kohës, të ditës, puna jote ta konsumon. Si arrin ti që të ndash dhe të balancosh jetën personale dhe gjithashtu jetën profesionale? A ka në ndarje midis tyre? Realisht nuk është që kam ndarje me orare, jetoj midis dy pjesëve, si anën profesionale, si anën personale, është i pjesë që më merr komplet 24 orëshin, dhe shpeshherë bashortja më thotë që çfarë je duke bërë, sidomos kur kemi defekte që arrim deri vonë në punë, që t'i zgjidhim, dhe nuk është që ka jetë personale. Ti domethënë nuk shkëputesh as një herë nga biznesi, qoftë edhe atëherë mund të jetë momente karikimi, patjetër, që e vendos që do iki, fundjavë dhe e mbyll totalisht dhe shkputem totalisht me mendje, jo me telefon. Kjo është pjesa e keqe të qenit si përmarrës solo në Shqipëri. Pjesa më e madhe është aty, mëngjesi, dreka, shpeshherë dhe darka janë përsëri po te puna. Këto janë sfidat që secili ka vendos vetes për me pas më shumë të ardhura ose për të arritur një objektiv tjetër. Po të kthehemi pas në kohë. Cili do ishte një mesazh që ti do i thonje Neorentit të atëhershëm, i cili mendon që do të vlente shumë? Duke qenë se Neorenti i kohës së atëhershme përfaqëson publikun i cili mund të shikojë tani dhe është në fillesat e tij për të hapur një biznes. Secili vjen me eksperienca të ndryshme normalisht. Tek sipërmarrësit e rinj, domethënë mosha 20 deri në 30 vjeç, ata duhet të jenë më kërkues ndaj vetes, edhe më kënd në tokë. Ide të mira ka gjithmonë, por ide të mira ndodhen në varreza. Ajo ideja ose produkti që ne po lançojmë, se në bazë të eksperiencës që mund të jetë diçka perfekte, lineare, por që realisht tregu nuk ka nevojë ose thjesht je një kopje tjetër. Sa herë që ka dështuar një nga bizneset ose krijimet e mia, kam akumuluar energjitë. Në fund të ditës, pjesa më e madhe që ne do marrim me vete është ose shuplakat e këqija, ose t'i kthejmë ato në forcë dhe të vazhdojmë përpara. Unë kam qenë me fat që punën time të parë dhe të fundit e kam pas të njëna personat më të mëdhenj në Shqipëri, por që kam qenë shumë i përkushtuar, jashtëzakonisht në punë, të gjithë të rinj që sapo kanë dalë në universiteti ose dhe jo universitet, shkollat e mesme, të fokusohen dhe të gjejnë një administrator ose pronar kompanie, i cili ata do t'i përfaqësojë drejtësisht nesër, sepse vetëm ashtu ata kanë mundësinë të rriten edhe të krijojnë bizneset e tyre. Neorent, shumë faleminderit për ditën e sotme, faleminderit që erdhe dhe ndave historinë tënde me ne. Faleminderit juve. Kam gjithmonë kënaqësi të ndaj eksperiencë nga pjesa e rrugtimit sipërmarrjes, po edhe nga dështimet.